Shfrytëzimi i fëmijëve për lypje mbetet një fenomen ndaj të cilit Bashkia e Shkodër ka shpallur zero tolerancë. Prej disa javësh një task force e përbashkët e përbërë nga Policia Bashkiake, Shërbimi Social dhe Policia e Shtetit, po zhvillon monitorime të vazhdueshme në terren për identifikimin dhe parandalimin e rasteve të tilla. Drejtoresha e Shërbimit Social Edita Shoshi shpreh se masat e ndërmarra kanë sjellë rezultatet e para pozitive, ndërsa kontrollet dhe ndërhyrjet do të vijojnë çdo ditë për të garantuar mbrojtjen e fëmijëve dhe për të parandaluar çdo formë shfrytëzimi. Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake, së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit, ka formuar një task force e cila është në vazhdimsi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i vënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat e cilat janë marrë nga task forca po japin frytet e para. Dhe kjo shifet dita ditës në qytetin tonë. Por që kjo të shumëfishohet më shumë dhe ne të vazhdojmë me intensitet këtë punë, na duhet bashkëpunimi të gjithë qytetarëve. Ju lutem mos dhuroni para, denonconi fenomenin në momentin që ju shikoni një fëmijë duke u shfrytzuar, në numrin e Policisë Bashkiake apo në numrin e Policisë së Rendit. Ftojmë të gjithë qytetarët të mos dhurojnë para, të mos nxisin shfrytëzimin e fëmijëve. Bashkia e Shkodër u bën apel qytetarëve të mos qëndrojnë indiferent dhe të denoncojnë çdo rast të shfrytëzimit të fëmijëve për lypje në sallën operative të Policisë Bashkiake në numrin 069 606 0992. Institucionet theksojnë se vetëm përmes bashkëpunimit me komunitetin mund të garantohet mbrojtja e fëmijëve, kujdesi për ta dhe e drejta e tyre për një fëmijëri të sigurt dhe një të ardhme më të mirë.